Përshëndetje nga Ndajm Lala dhe mirë se erdhët në podcastin tim. Ju falenderoj nga zemra për mbështetjen e juaj dhe shikueshmërinë e lartë. Me lejoni t'ju uroj muajin e shpejtë të Ramazanit, begati, lumturi dhe agjërim sa më të lehtë në familjen e juaj. Për këtë muaj të shpejtë ne kemi vendosur të këndojmë vetëm ilahi dhe biseda të lira. Para se të ftoj mysafir të mi, kisha pas qejf që ju ta ndik një historinë e këtij, sepse e kam realizuar me zemër dhe lot me këtë forcën që kam pas. Do shta më dridhët zoni ju kërkoj ndjes. Ndish një histori. Ky është Ersani. Një djalë që jeton në fushë Kosovë me babë e nanë dhe non motra e vllazni. Po më dhemë zemra dhe po më dridhet zoni, po duna mi thonë këto fjallë. Ersani zgjohet çdo mëngjes dhe shkon në sheshin e Prishtinës. Me ato durë të ngrita, hallakat në kantat e bardhokut, derisa ta gjen një tas. Ku ai tas është edhe buka e gojës për familjen e tij. Ai nuk këndon ilahi për famë. Ai këndon për bukën që duhet me çunë në sofrën ku e presin familja e tij. Botën me mazan, mu ka dok me krej qka kam. Pas ka qene kot, gjitha i mund që dhash për ty. Edhe pse Ersani lodhur me trupe me shpirt, ajo than çdo ditë në kam Prishtinë fushë Kosovë. Sepse ai si ka mundësit si fëmijë që udhtojnë me makinë apo me autobus. E pa besueshme për kohën e sotit. Por kjo është e vërtetë e Ersanit. Ai edhe sot do falenderose ndaj Zotit. Edhe njerëzve me zemër të madhe, që ja dhanë mundësin me siguru edhe sot ka fshatën e gojës. Për të dhe familjen e tij. Sa e pa drejt është jeta. Dikush ka shumë e dikush hiq. Ersani si ka gjitha kushtet, por ai e ka një gjë që shumë nuk e kanë: lumturinë familje. Ai e gjen rahatin sa po e hap derën e shtëpisë, ku aty e pres sofra me njerëz më të dashur të jetës vet, ku aty merr forcën e nuk harron me qesh, që mos me jarunu nanës dhimbten, edhe pse barkun bosh, prap nuk harron me këndu nanës. Se era nanës i je forcë për jetë. Ani nashte vëlladiem, se m'keni lan vet. Zemra nanës prap ju do e keqja, kur s'du me ju gjet. S'me kam bet, ma takat, ripa kull, e ma shumë rat. Ersani me lot në sy, çdo nat ja puth nanës durt, se nanën e ka smut. Por sfida ti është që të nestrit mi asiguru barnat e nanës. Në kjo shpim, ani nashte vëlladiem, se m'keni lan vet. Zemra nanës prap ju do e keqja, kur s'du me ju gjet. Ku mos më ndalë të kjo zo magjik, që kej trupin marrën qethi. Historia Ersanit e mpreku thellë në zemër. Kohën që kalova me ta, m'bani me kuptu se sa e pa drejt është jeta. Se me bo mirë nuk na kushton kur gjobre, po për dikon tjetër mundet me kanë arsyeja me vazhdu jetën. Po prap jetës nuk i dihet. Nese muj me kanë unë vend të Ersanit.
E sa ma shumë i bo mirë dikujt, edhe kur se she askush, te Zoti nuk humbet kurr. Te Zoti nuk humbet kurr. O Zot, na i zbuz zemrat. Na bo prej atyve që ndimojnë, e jo vetë që kalojnë. Na je forcë me bo mirë, edhe kur vetë jemi t'lodhun. Mos na lë me harru që çdo të mirë të ti, o Zoti jam, ka vlerë të madhe. Ta kujtojmë hadithin, mos e për ull jetimin, e as lypsin mos e për zë. Edhe një falenderim të madh për shokun tim Rizen, që me shumë mirësi dhe dashuri na priti në sallonin e tij. Unë uroj për ty, Ersan, që Zoti ta lehtëson rrugën dhe ta shpërblen mundin që bën për familjen tonë. Uroj që ditët më të mira të vinë për ty dhe familjen tonë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Dhe shumë respekt për punën dhe sakrificën tënde. Inshallah ardhmja jote s'jet gëzim, shëndet dhe sukses për ty, Ersan, dhe familjen tonë. Ersan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Riz, mirë se erdhe, lodhë dhe privilegj me pas. Baba i berber. Mirë se gjeta dhe im lale, kënaqësi e privilegj më konë së tjetane. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ty, Ersan. Faleminderit edhe për te që unë ki pranu. Ersan, e pam storin tonë dhe më preki shumë. Edhe në atë moment kur e thira Rizën, e falenderoj edhe Rizën, i thash, ja tregova historinë tonë e kretë, tha bëma shpejt, tha me gjithë zemrën për këtë punë. Faleminderit shumë për te. Është kënaqësi e privilegj dhe jemi për krah talentat e ri, ketë na kena qenë si Ersoni kështu të njëjtë, ketë kena në Prishtinë, pa kur gjë, ketë jena mënu mu bo i dalë normalisht edhe gradualisht njeri të rritë dhe të e po veten, të e po perspektiven. Zoti është nalt ndajm edhe i dërgon sebeb njerëzit për me mujt më kapën skenë, e mos që të kapës pastaj edhe ti je obligues taj talentav të ri që vinë të ardhme. Ersan, pse ke gjenë me këndu ilahije e jo kongë, Allah? Sepse ilahia më që të thanë zemrën ndaj. Edhe e një vetën shumë më për Zotit kur këndoj ilahi. Për këtë arsye e këmë gjithë ilahi për me knu, se di edhe për me knu kongë dash, nisa më s'kum knu, nuk noj. Pse nuk do në vet apo nuk qka? Jo që thumë shka nuk shka, por me ilahi ma ki po vetë vargjendje kam. E kur këna ilahi, në shpirtin tem një qëtësi më të madhe që ekziston. Ju kërkoj fali se mund po ndridhet pak zone dhe trupi se para Ersonit po ndina ose një bobres shumë i vogël. Për mua Ersani është shumë i madh dhe një forcë që Zoti ta ka shu gjithmonë po fsha lart. Faleminderit më lart. Ersan, po çish e kalon Ramazani pa na treson mua dhe Rizës? Më tregon drejt vlla. Ka dhe ma këtë se une, aja është e dishme, po që periudhë tem që jam të e kalu une, inshallah nuk e kalon kërku sheq, se me të vërtet shumë shtirë. Ndalë këna ilahia në shesh, unë kini pa dhe vetë, ma ki pa gjendjen, jena 11 antar të familjes. Ndalë për ta, më nona për ta, edhe veç për ta, kur dalë veç mend të taj kam. Këna ilahia me qëta pare që i marë, kënë shpejt qaj, më nona me bajt darën, me sa po ka mundësi edhe vetë.
Çka po çon në shtëpi Ersoni? Me çdo parë që gjithë shqiptarët me ato zemrat madhe t'i dhurojnë ty. Marë sene për shpejt, që të më hongër me pi. Çka merr Erson? Shkaj në shqitore, i kena një nga që ato të na. Po ma dhon story. Po, i marë 2 kila bogu vla, 1 kil patligjana, 2-3 qep që shtot, me që ata e kalojnë. Me pat mundësi edhe ma shumë, marë edhe ma shumë. Po ka njerë nuk për muna me po shumë pare, sa po më një njerëzit, apat fajmë dherë për tyve, me që ata sa jam të i po, me që ata për munduna me bëj dore. Për mua dhe për familjen të. Bravo të qoftë. Rris po kthena te këtë vëlla pak. Çka shtini më ndihmu Ersonit kur thirrën telefon se nuk ma zgatesh shumë ta veç bëma tha se e më preke shumë. Dajmë jam e emocionu, më thonë drejten, për arsye se cili prej neve, si unë, si ti, si shumë njerëz që të kanë të arritur në jetë, e din që këto janë fazat jetës që i kanë kalu njerëz të mëdhej. Edhe unë e menoj që se cili prej fëmijëve, ose se cili prej studentave, ose se cili prej gjeneratave të reja, duhet njët me ditë që edhe në rast se familja e vetë që ndronë mirë financiarisht, duhet me ditë që zemra e vetë duhet më kushtu edhe ndaj tjerëve, për arsye se Ersoni është sot në këtë pozitë, dikur në shta kom qenë edhe në një pozitë Kom qenë edhe në krejt. për afërt të Ersonit. Edhe bashkë njëjtë, po. Është një fjallë të na që thonë kur i ngitit tonë të cia besan, mirë po që është kam dhem shumë popullin tonë përgjësi se ka fillu me hupla dhe mshoria, ka fillu kapitalizmi me u bo faktor shumë i rëndësishëm në jetën tonë dhe jena të i po gjithmonë njerëzit që janë vetëm ma nalt neve e do të më këtujmë i po njerëzit që janë ma poshtë për arsye se vetëm ashtu mënët popullë dhe vetëm me dashnije, me kulturë, me perspektivë gjeneratave cilat po vinë të reja, mënet populli jonë me ecë për parë. Ersonit ja dëshiroj këtë mirat, njeti i tina, Allah e dhe njetin e gjithë se cilit, një njeri që e ka njetin me qunë i dare të shpia, me qunë do bëk të shpia, inshallah Allah ja shtran edhe rrugën ka thecë me ari. Për arsye se unë për veti personalisht, prej kur egzistaj, një farforme, jëmë konë ashtu i disciplinum familjar, ku jëmë mënu gjithmonë, që është Ersoni menoj për shpisë tem, edhe unë menoj të nkuon për nënën tem, për babën tem, për familjen tem, kështë që unë jam lëkur tina, që edhe që të varet për i rizës personalisht është në gjendje definitivisht. Vjetë shumë mirë se nuk kom pa kur kështu do folë gjatë e ke lutë rolin e budallës. Edhe pse nuk je budall, për në përdojnë intervista lunë rolin e budallës, nuk je budall. Nësan, po dalë pak të ti. As vjen din vetë nuk je respektu. Do të vetë, ako nuk së më respektojnë, nuk më ofendojnë me fjallë. Zban me paragjiku kërkan. Pa ja dit jetën, vërtetën, nuk ban kërkan me paragjiku. Atë kanë sha, atë kanë shty, atë kanë bolizu, atë kanë... Gjithë dajmë. Shumë herë më kanë ndodhë që shtot. Balë të lashet mija, ngollet mija, qysh me bani i dare për familjen tem. Edhe kur të fëndan dikosh, të aronan kejt botën. Tu ja krejt bota, po të bjen për mi kry. Ajo kisha lutë mësë me ofendu kërkan. Bravo, jam dakord. Pa ja dit gjendje nuk ban. Qysh ditë riza kur ndimon dikon pa prita zgjongaj? Dajem, kom nejt njëtën te me njerëz shumë të mëdhej, me njerëz shumë të arritun, një për i tynë është Lazim Destani, cilin e falenderoj shumë për një këshill që ma ka jep njetë, e pyta thash, qa një është mas mirë të njetë, edhe në qatë bënë munise, njerëzit kur t'i kalojnë fazat e pasunis shumë, nivele shumë të lartë, të cilat na nuk, une personalisht nuk i kom përjetu. Fillojnë edhe hulumtojnë gjana cilat i bojnë muni të lumëtër, edhe e pyta thash, qka të bënë muni i lumëtër. Më përgjith shumë thjesht, tha, i vetëmi sen që më bënë muni i lumëtër është kur jam i dobishëm për rrethin, për shoqnin, për njerëzit, edhe unë e shoh pjesë shumë të rëndësishme të jetës, më kanë i dobishëm për njerëzit, më kanë i dobishëm për rrethin. Një pyetje më bën i porzit, the, pse e lunë rolin e budallës edhe, unë definitivisht kur s'kam lunë rolin e budallës, unë i tham popullit tem dashtën, njerëzve do të mjau këshyr punët, se një plak para se me dek dhe jem plesnari madh, tha,
dy llojet njerëzve thanë këtë jetë si kuptova. Tha edhe pse plesnova shumë. Tha cil. Tha nuk e kuptova, tha kur tha një njeri që flet meqëm e pun t'i kallzojnë që është budall, edhe një njeri që fol budallakine e pun t'i kallzojnë që është i meqëm. E cëllën e kishtë? Kështu që, po tash ti tim një ma mirë dhe em të vlerësaj e cilin e kam Unë thash dhe parë nuk je lur rol budall se nuk je budall. A di pse po të them? Pse të njoh familjarisht dhe je një djalë me moral, me karakter fort, ki sukses në biznisin tonë. Se të njoh personalisht. Edhe për çfarë po them ti, ka njerë ku dërni për intervista fol ato që ka donë me po populli, jo që ka donë ti me po. Ato që ka donë me po ti jo që ta shqysh që të fol. Po s'lash shtu si shok, si vlla se e kemi qatë raport. Da e mëne kam raportet tafërta me ty, besoj që karjerën tem, veç që kom nis me ty zbashkë edhe me disa kolegë këtu. Unë e thashe për të thëmë prap, njerëzve do të mja ushqyr ato benefitet, ato dobit cilat i kanë jetë, jo mja ushqyr ato se qa flasin. Kështu që definitivisht unë në moshën 20 vjeçare ku marrë në Prishtinë, unë famën e kom përjetu shumë i ri, apo optan, edhe kur nashësh e menan, pambarësisht pse ersoni mënet më konë i rritën me trup kjo fëmi prap se prap, apo optan, edhe na këna pos qef dhe im nërë me na trajtu dikush ta mund si fëmise. Na prej kur i këna pos, unë se moj men vetën kur fëmi o vlo. Kejtu na trajtu, 7 vjet i ke pos, 8 vjet i ke pos të trajtu si mi pos 50 vjet, apo optan. Tu bënu, tu bajdru. Kështu që këto se anë i kam përjetu njerë cilte, e kam përjetu edhe pjesën e dhimshme tjetës edhe pjesën cilën e shijojnë suksesin. Kështu që kur miksohen, bon koktel këto dy pjesë, varfënia dhe pasunia nuk ka gjë më të mirë se sa njëri me nejt me zakone cilat i ka pasur ka qenë i varfën. Kështu që parja është mirë dhe emës me të ndrua stilin e veshjes, e as stilin e të folnit, e as stilin e kulturës, edhe me ditë që veç Allah është i madh nën tokë të këtë komplet jena njerë cilë të kena me shku e kena me ardhë. Jemi këtë rrot të ti. Absolut. Ersa nuk kisha pasyme në këmë një lehi. Edhe masë është mujshaj i Ramazanit, kisha pasyme të një zonin omër së bilbil. Pa problem. Faleminderit. Edhe jo tham krejve vllaznive musliman që e pritin Ramazanin, inshallah Zoti ja vlerëson agjerimin, e inshallah Zoti na mundson krejve për me prit, e inshallah Allah i mëshiron të vdekurit tonë. Lumet në kush po në vjen, me shumë të mira po në qel, kush imanin po në shton, Ramazan o fation. Kush imanin po në shton, Ramazan o fation. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me boj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marr, në akşam me boj iftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjenet e ka qelderën, veprat mira bësat mujsh, shumë fizotin na i pagun. Veprat mira bësat mujsh, shumë fizotin na i pagun. E muslimani sot gzim ka, bën bajram o vlla me vlla.
I madhe I vogël krejtu bëm për shumë vjet për hajla kom. E muslimani sa të gzim ka bën bajram me vlla. I madhe I vogël bashku bëm për shumë vjet për hajla kom. Unë nuk nova shumë se alash pak hapësinën e sonit. Faleminderit. Rishi shundive. Da jem shqyr për Zotit, tham ka njerë që se kam zonën e mirë, se si sha dëruve da jem. Jo dhe se zoni, a ke knu në Eris? A ke knu? S'kam knu as njerë, da jem mënuna ka njerë, adin më qesin me falë, lakshamin a diçka. Tham qysh se dimër e vlo pak, adin me dit dovt me ljulluar, se adin. Kjo është punë e linë da jem. Me pas posa e sa da jem ish bat tejpë. Ja, s'bonti. Isha qëllë dhe kështë e kënu. Ersan, faleminderit shumë që në emocionove. Faleminderit edhe për juve që më dëgjut. Ersan, cila ka qenë dita ma vështirë jetës tonë? Për mu, çdo ditë e kam vështirë. Ava dhe për mu shumë është vështirë daj. E ke po vetë në farë kushte jetaj. Vetë I 11 janë to. Vetë dalë këna I baj. Je konë edhe vetë unë, edhe ja kom dhonë Zotit besën, se sot jam gjallë, nuk e disë për nonën tem, për babën tem, për vllaznin, për motrat e mija. Edhe jam të munu çdo ditë për ta. Masi e patë më betin të nana, e ki dhe nana smuta, po. Po, vlla. Edhe kur të sha ato ashtu, s'mojas. A gojlet e lau që ka, po kur të sha ato smut, më shton edhe ma shumë. Shton gojlet edhe ma shumë, me na falë. Kam qa vesh ato me fami. Kur të sha ato mirë, edhe vetën e një mirë. Kur të sha ato mirë, kam vullnet edhe me punu, edhe me knu edhe krejt mi. Do të kemi thonë edhe une edhe rizës, se të na ki dirë në qenë 24/7 për çka do që Faleminderit kemi shumë për juve. Jo veç të unë të rizë, po dhe këtë stafi, vizion Libonis, Onimes dhe këtë stafi janë. Shumë faleminderit Na për do të juve. mundohem sa më afër më të nejtë me ta gjithë edhe një punë, edhe s'kena me këdorë për te. Faleminderit shumë, Zoti është për bleft juve. Mas si Zoti këtë mos temat e më nona, apo në këtë një lehi për nona, Pa problem, po. që mos darë për temës. Kështë është dhe ti emocionove pak. Da jem, edhe na jena njerës për mishtë e për gjahut, kur përmenet fjalla nonë është diçka e shrejtë, është diçka që kejtë nonat në Kosovë, në botë janë të shrejta, po definitivisht fëmija kur të munohet, kur të luftan për prind vetin, të fillan të emocionan edhe kisha pas qef kejtë shoqënia jonë, sa ma shumë me pak si lloj gjendje si kur personit që mundën më konë kejtë na në vend time. Edhe keq të parëve den që apo shkojnë për diskoteke, që apo shkojnë për vene ku s'do të me shkue, që apo shkojnë edhe në për ditë dashurumve dhe me këto dhurata, me këto sene që e kanë bo demodeta, man klishe e kanë bo këtë punën edhe dashnisa, po kuptan që e kanë materializu gjithë shkafin. Kisha pas shumë dëshirë që për këtë dashurat me mjaftu dhurat më konë një puthje. Jam dakord me ty. E pjesa materiale më shku këtë familjarëve, më shku njerëzve në nevoj. Dhe em definitivisht, tham ka një herë, Allah na falë, po jena të jetu me një kohë ku definitivisht shumë tutna. Allah thët nuk e ndryshojmë gjendjen e një populli për ndryshuaj vetë. Kështu që na da em jena një pozit ku unë qem ka shë, që jem ka një definitivisht është e ronë shumë, po Allah në allësoft, kur gjë më shumë. Edhe pse Ersani besoj që është shembull për rinin. Absolutikisht që është se një njeri që mundohet me mishe me shpirt, une kajt njerëzit një dajem, që jenë ardhë vetë, që jenë ardhë në forcat veta, unë ja u puthë i durët, edhe ja u heku kapuqin që tojnë të na. Është letë me pas bazament, po na që nuk na pas një bazament, fuqishëm, na që u dashtë me menu për tardhmen tonë, për familjen tonë, për këtë, po besoj që kohët e vështira krijojnë burrat ndaj. Ersani është një obiton.
Ersoni ka më konë, po besoj që ka më konë një njeri me perspektivë për të ardhmen, edhe këto sene cilat të ka i kalon sot, ka mi harru, e darë Zotë i madhë që shumë njerë që janë si Ersonin, është edhe ma ketë si Ersoni, inshallah njekon rrugën cilin është veç puna, ku gjë tjetër. Inshallah. Amen. Ersana, po na thoni ilahi për nanën. Po, pa problem. Faleminderit. Se, Në falë se emocionove pak dhe nuk deshta me të prek, po pa problem. O, kur djem punat, fjallat e nonat, nonën e kam pik dapt. Kretë jemi të letë me nanën. E dua dhe babën, ama nonën ma shumë. Ma shumë, ha? E mire ke. Ersan, vazhdoni ilahi me zonin të në tonë. Faleminderit shumë. Të shikoj fotografi, buzam dridhet syrim qan, mushet zemra plot mërzi, se ti manon s'te kam pran. Të shikoj fotografi, buzam dridhet syrim qan, mushet zemra plot mërzi, se ti manon s'te kam pran. Sa her lutesh për mu, që mu Zoti me muzu, shumë dajteje nan kam gabum. Sa her lutesh për mu, që mu Zoti me muzu, shumë dajteje nan kam gabum. Me fal, ojnën të lutem me fal, me fal, sa herë i tranova me fjal, me fal, sa herë i bërtita me fal, atër nuk dita me fal, ojnën të lutem me fal. Me fal, sa herë i bërtita me fal, atër nuk dita me fal, ojnën të lutem me fal. Sa do doja si dikur, veç një qaste ishe gjall, për qafoja me dy dur, dhe të thema bo halal. Sa do doja si dikur, veç një qaste ishe gjall, për qafoja me dy dur, dhe të thema bo halal. Sa her lutesh për mu, që mu Zoti me muzu, shumë dajteje nan kam gabu. Sa her lutesh për mu, që mu Zoti me muzu, shumë dajteje nan kam gabum. Me fal, ojnën të lutem me fal, me fal, sa herë i tranova me fjal, me fal,
sa herit për ti ta më fal, atëher nuk dita më fal, oj non të lutem më fal. Më fal, sa herit për ti ta më fal, atëher nuk dita më fal, oj non të lutem më fal. Ersan të kënof zemër, Allah. Faleminderit vëlla. Zonin si bylbyli. Shumë faleminderit. Pësheri sa pa drejt është tjetër. E ki shumicë e njerëve që nuk din me kënu edhe kanë falë shumë. E ki shumicë e njerëve që kënojnë si ky shumë ma mirë edhe nuk kanë falë. Dhe em shqyqyr për Zotit që njerëz të famshëm nuk e njohin këtë njerëzit që njetë te ose onë ose disa prej. Po. Rrethit tonë se definitivisht televizorat i këshin gjuhë pitetit ka. Se këshin qyrë poshtë kush është. Se këshin qyrë pitetit e këshin qumini. Stafi pes një pak. Ersan, po këthena prapë të ti pak. Se më në merizën e kom pak raportin më ndryshe. Pa problem. E kena kështu birë, adin. Aja nuk diskutohet, tamam puna. Ersan, a menon që një di Zotit do të ndryshon gjendjen tonë? Da, im Zoti është i plot fuqishëm. Zoti nuk ja ka nol kërkojnë a riski. Zoti ka një mu shumicëve, a më mënaj se edhe mu ka më një mu një ditë, se Zoti ja t'u po, qa jam t'u bo në krejt. Për qa po më nuna Dhe për një krejt. prej mesazheve të mija, falë që të prej Ka Ersan, problem da. kur i kom provu këtë lidhjet horizontale janë lidhjet me njerëzit. Allah e bjen një gjendje vëlla që asni njerin në tokë mos me mujt me kry punën tonë. Problemin tënë s'mënët me ta zgjedh kërkosh në tokë. Se Allah i pret mu lidh për lidhjes vertikale, lidhjes e cila është e vërtetë dhe lidhjes e cila është e pashmangshme për çdo njeri për cilin e don Zoti. Edhe unë e kom marrë që gjendje para disa viteve dhe definitivisht do të më një njeri privilegjum kur në tokë s'mënët me të kry punë kërkosh edhe kur metesh i vetëmu se ajo është një mesazh i qartë që ta dërgon Zoti që postina se kryn kërkosh. Kështu që tash jena në Ramazan, luteni me zemër edhe farzën kur ta bëni të përqëndrum, 100% përqëndrum ndaj krijuesit se është e dën faljen cilën e bojnë, edhe definitivisht kush i dërgon lutjet ka qielli, absolutikisht nuk kanë më këty asnjëherë. Kështu që e tham për provojës, nuk jam për i matë mirëve njerëz, as nashta afër tyne, po që ato të cilin e menoj që ato thamë, mënona në ato temen, definitivisht ja u jepi një mesazh në restoranin tonë cilin e kena, i cilë është shumë i frekuentum. Alkohol nuk ka pas prej fillimi kur e kena hapë, ka qenë një prej arsyeve. Është shumë interesant dhe kur e kena hapë restoranin tonë, rrisë do të me shti alkoholin në restoran. Ta shoh vëlla mos e shti se s'm shkan mu kjo punë, apo kupton e diun që më shkan e çfarë s'm shkan se babgjysh jam i ka fal 5 vaktet e baba do. Ta rris po këtë është aeroport e këtë do të kështu ta bë çfarë dush vëlla se se njeh punën. Po të betonan zot 56.000 euro është qarkullu për 14.000 euro kon minus restoran. 56.000 euro. 56.000 euro është qarkullu Edhe pa alkohol. Me alkohol është qarkullu 56.000 euro. Okay. Kur e kena këqyr barazimin ka dal 14.000 euro minus kompania jonë. Edhe kom thonë heke direkt o vëlla se e dion që s'm shkan. Edhe mas e kena hek, ka fillu mu këfil puna, mu këfil sanet. Kështu që definitivisht ekzistojnë shaja cilat i dërgon Zoti, ku ata cilë nuk dojnë me po, ata s'kan me po kore, nuk ka ma kec dajmë që mi pos syte mës me po. Riz dhe di që e shumë besimtar dhe namazli. Qysh po ndihesh tash që vjen Ramazani? Ramazani është qetësim i shpirtit edhe i zemrës edhe
është ti vetëm i sen ku njëri nuk mënet me bo për t'i kanë. Qëtash më thonë ty, dejmë po do sot du shpare nuk mënesh me agjeru. Sa gjeran, që kjo bot me shpirt, kjo bot që zbot. Kështu që për që të arsye nuk e dija i patë studimet e fundit Amerikës, që flasin do më thonë për gjendjen shëndetësore të njerit, kur njeri ju ka nevojë do më thonë, një muj dit në vetë, mos me hangër për mu liru ato toksinat gjanat, edhe kur të nalësh e të menon e shet që feja jonë është diçka që është vetë shërbim të shëndetit njerit edhe kur gjë tjetër. Kështu që për pas shërbimit të shëndetit është edhe një diçka tjetër që kjo lidhja shpirtnore me krijuesin qetëson edhe ti hek ato të këqija. Ta qetëson zemrën. Absolutikisht. Edhe shumë i qetje sot. Diçka bashkë më përshë. Dhem syni ka nevojë me po gjanat bukura mu shqy. Qashtë. Barku ka nevojë me hangër senet mira mu shqy. Veshi ka nevojë me ngu zanin e ersonit. E shpirti ka nevojë me agjeru e me qitë krytë sejgjde. Bravo Loris, bravo në pateks. E sa më thena fakt e ti, shpresoj që më kalon mirë me ne. Shumë për tepër. Po që kështë thonë atyve që e kanë gjendjen si ti? Mos më dërzu kur. Kur mos më dërzu. Sa Allah gjithë kojna i një man. Ka më në animu edhe neve, krejve. Mos të dërzani kur, sot muni me vazhdani. Sa Allah e ka një plan shumë të mirë për juve. Si për mua, si për krejt. E inshallah veç netën e kena daj. A më dërzu me së dërzani kur, se dërzimi është shumë i keq. Po. Për stepri. A e dërzuna erë njëta? Kur nuk dërzuna daj. Kur për jetë. Ndej të mreni dama nuk dërzuna kur. Edhe gjithë ka më mënu për familjen të. Edhe ka më mënu për mos më dërzu kur heq. Bravo. Çfarë karakterit fort. E sa do më të vetë diçka veç. Pse nuk kesh? Është kallëzon drejt. Pa tjetër që po. A ki femën? Për të kallëzon drejt, ku më pot një femë. Po? Ku më pot një femë, ju më E dojnë ki me pas a ki? E ku më pot. Okej. Si më me to? Ja. Okej. Ju më njoftu me to, ku më dojnë me to për me pi një kafe, femë dhe pi një shuk i tem. Unë ka marrë, unë ka qënë shpe, unë ka vesh, me te shatina ku më dojnë. Vesh pak, një shokit të ka qute shpia vetë, ti ka dhonë teshët e veta, Unë ka vesh. për me dalë ti me këtë Për me qike. dalë me aqiken mu taku. Bravo, A për të fajnë dyrë për ti nuk ja u pikor, bravo. jem dalë me aqiken, jena taku, kina besetu, kina pi kafe. Ka kalu një farë kohë shumë gjatë, kina kalu shumë mirë, për stepri kina kalu mirë me to. Pa mas një kohë, erë puna për më njoftu me familje, Po. si shkojnë ta me tradita, erë koha për më njoftu, unë njoftu me mu, ka në shpe, ma ka pa gjendjen, ka pa kushteve të shtira që janë, edhe ja besaj, edhe ja kuptaj botën, se për qitë moment, farkoj në ardë, çdo qik, ka që për më konë mirë, me kalu mirë, me pot njetë mirë, jo me pot njetë shumë, po stabilizim, po kuptan qysh. E tash nuk jena më bashkë, Pse nuk jeni bashkë? sebe të kushteve të mija të vështira që i kam trona, për kitë moment. Falë vesh edhe një. Pse nuk je bashkë me atë shiken? Sebe të kushteve të vështira që i kam. S'ka po të qef për me ik, Është normal kjo si pas te. Do të më konë definitivisht shumë naiv mos me kuptu në venin tonë që ka ndodhë sot për sot. Shumica e prindve nështë janë fajtor kryesor pse ka ndodhë kjo gjendje sot për sot. Çdo vajzë e cila qënë diçka në shpe do të më pyet për i prindit vetë se ka prej ardhjen. Nuk do të më neglizhu gjanat, nuk do të më morë në asgja, sidomos vajza. Nëse në shkollë ja ke jep 50 cent djalit për shkollë, vajzës do të me jep gjithmonë 1 euro për arsye se vajza edhe me islam është që lakman, kështu që atë lakmi prindi do të më mëron kushtet veta mja eliminu. Do të me ditë veç një sen, gjitha vajzat venin tonë, se sot dush me pas pare djali, pare të botës me pas, vllaqja. Ma shumë se 3 herë në ditje da e më s'mën është me angër bok. 3 herë në ditje ha njëri bok, ma shumë s'ka Si shans. Gjitha vajza do të me ditë që masi që të vinë të parët, masi që të vinë të një burë i cili ja plëcën gjitha ato gjanat cilat janë materiale, do të me ditë që
në fund ka me nda shtratin me ta, ato i do të një fjallë e mire, ato i do të një komplimente, një ndjenjë në cilën e ka shpirtnore me qatë partner. Kështu që da e maran e ma keq, se me flejt me ty që ki pare, e mi pas met të ersoni ose të një kamarjer, vajza nuk ka. Irsan, inshallah kishë ndetin edhe gjithat mija të njetë. Amen, inshallah, Riz. gjithë juve. SMS i fundit e ishit tonë. Drejt. Se jo, veç ta marrë telefonin se të di Ne pas më epi telefonin që ma dem pasur në veç dosh ma kalzo atë SMS-in e ishte ta. Fundit. Dhe po ma dhane tonit. Kalzot i tani pa trega jone, hajde. Nuk po më kujtot, po mëna me ta definu pak edhin inshallah e kryin ato punë e here, inshallah po të kryin ato punë, kur ti krysh punët, unë e mos këmë konë, pik, blok, jo mënu mi shumë, në Instagram dhe blok, Facebook, blok, po i kom shumë Facebook dhe kish pas dhe Instagram edhe Facebooka që ka qelë shumë herët, e halja dina se që i shkryn feeling cool, feeling a di do hongër hamburger me shoqe, a di që shkone që e dhe në pjesën e Facebookut. E që tashti dajmë për momentin jam me email, po në email më kishë bo blok, e tashti jam të trenirat një plom. Mi janë gjitë një letën në konë, i sholloj shka në sonë. Shka, soni dhe të mi ditë, ose në vla se kam i kaluar, soni këta sanë. Ersan kam më të bo blokat që atë shumë vla, që ki milion dhe blokat. Ka bolën. Në ty ersan të ka bo bloka? E marë, dajme, ty dajme, cili është mesazhi jëtë i fundit dajme? Tha që jem të fshi fotot. Qëfar fotot tha fotot me ty? Pse tha po mërzitin shumë? Po mërzitin që? Po, tha që jetu rajt. Tha dhe në gjenazë bo me të po, tha si në s'ka me qitë për ty. Pik. Dajme ti paka shue që ameritan ti më të shue. Ti do të blok kuq, jo të cilë kapurit, po këtë kuq. Më të gju, bam! Dajme është në sen interesant, vlat, që shumica e njerëzve e ke po, për shambull, ndrojnë se njëre me shëshnime në të më konë shumë djali mirë, më në të më konë shumë definitivisht, është i dashtën e kejtë, po në lidhje njëri e ka një stil qasës të veçantë dhe i kësha sugjeru kejtë djemë që e ke po e që orëzu për darë dhe dhe mi ka dhëzë këtë tjetë. Po të këpëtaj shumë. Vetë Zoti është perfekt në atjertë, bo, dhe më hanë. shumë e vërtet. Do të më mënu me i baba e me thët një fjallë dhe e më shumë të madhe. Më thët të risët martaho. Unë i thëmë bre babë që ke kesh qitë behane, që ke tjetra qëta, që ke tjetra qëta. Tha djallë jemë, tha mi a këshyrë nanës tonë, behane të asan të do të me lëshu. Tha kështë që tha behane të këshyrën shumë, tha da bazika mi pas të mirë dhe vazhdo. Kështë që dhe jemë që aty i kom fjallëve të plezve tonë, veç ka pojna. Kjo është. Ersan, po këthena pak të ti. Po, A është të vërtit që kanë përmëtu tjertë me ta bëni në hi dhe një klip edhe s'ta kanë bu? po. E vërtet, avila. Edhe pi Gjermonisë, në Kosovë jam konë, Po. edhe në Kosovë jam të jetu, ata jam konë Gjermonisë, më kanë thirë, kanë folë me mu krejt, më kanë prëntu, më kanë dhonë besen, se qatë detë që të vinë Kosovë, si vizitor, shembol, më kanë thonë qatë detë që të vinë na, Ersan ka me të marë, kina me shku në studio, ka me të bot tekstin, me spart, me i laji, me krejt na kina mi t'i bo. Edhe nuk kanë... Edhe unë i kum prit, Po. unë i kum prit. Edhe orë puna për marë, jo në orë, më kam po të kënu. Më kam po në të kënu i laji edhe këtë gjejtë. Stafi ra umra mos gabofsha, e kini hiq pa pare. Prej stafit bizonit Libonis dhe Onime se ki dhe një klip hiq pa pare. Fajem deri shumë, zote është për blef. Si të maran emisioni, kime pas i rahin tonë me klip për Ramazan. Fajem deri shumë për juve. Zote është për blef edhe ty edhe Bacin Raman, po edhe studion tonë. Vizioni Libonia, edhe Onime. Fajem deri shumë për juve. Zote mos i më ngoft kur hiq më rëzat. Amin. Inshallah zote gjithë javështan. Riz, farë mi ki për njerës që nuk e mojnë fjallin. Si i rasti Ersanit është. Dajmë një për shajaf të kiametit që thëtë Allah është do të vinë një ku ku askush do t'i besoj askujt edhe këtë definitivisht jena në qatë ku dajmë. Sot për sot është bo shumë normale me rajt apo optan.
bile ka hin trend, da jem që tash ti kush ranë ma mirë, kush ranë Kush e më i fortë, mana. po tash e kanë bo fullerant, apo kupton. Të mënë shumë fullerant, të mënë shumë rancë. Da jem rana s'u kon asë njëherë në formë s'kom kon kur. Del herë bëgë Sinceriteti është bazamenti i çdo njeri. Nëse nuk ka sinqeritet, definitivisht e ka bazën shkuma nuk ka kurfar bazë, apo kupton. Ersanit me me zotit na ja plusëm dëshirë dhe ja mojnë fjallë. Faleminderit shumë për Allah i troj dhe him, unë të një definitivisht si një djallë. Dere shumë. Na pavarësisht raportet që kemi shoqënore, bazamentin e ki që vjen për një familjes që janë njerëz të fjalës, njerëz Faleminderit shumë. dhe pejse se inshallah njerëzit e sa ma shumë. Amen. Ka vend do. Bashme. Ersan, kisha pas qefë dhe një lahimi në kënu. Po vëllam, pa problem. Faleminderit. Në natë ka e blat, Don ma shumë për krejtve, t'ka rinë ka me dur, mos e qënë shpit plezhve. hangsh me luk dukatit, Djepta ka kënu kongen, qysh del para zotit, kur si ke folnanes. shka brekzoje nanen, Edhe pudhja balin, nia e dheren, se ka me të marrë mali. shka brekzoje nanen, Shpiku je le, e shet qka është nona, kur të mlon me dhe. ki me kajt si thmijam, kan me tu kujtum, qyshja kje bananes, ta bojnë thmija tu. Hangsh me luk dukatit, djepta ka kënu kongen, qysh del para zotit, kur si ke folnanes. Shka brekzoje nanen, edhe puthja balin, Nia edhe rrën, se ka me të marrë mali. Shka brekzoje nanen, shpiku je le, e se qka është nana. kur ta mlon me dhe, Kur të mlon me dhe. Ersan kënof zemër, Allah. Faleminderit Që shumë. lahia jame, Ris, atë pëlqej. Dhe jem për lahive më të bukra që i kom një herë është kja. Jo me ma barrafsh, ta që më kish shok për që ata. Dhe jem je i veçantë në zo, po tekstin kështë e ka shumë. Suzana Fazlio, që falenderoj shumë nga zemëra. Përshëndesim shumë. Definitivisht perfekt dhe jem, perfekt. Ersan, po këthejnë atë ti. Po vëllam. Pse Ersani kënë një lahin shesh e nuk shumë me punu? Për çfarë syje? Më të regun drejt, kum punu shumë. Kum punu të 5 puna, kum punu vëlla. Po vallaj me të kalzun drejt dajem, ma bajshin shemë dhe ki rrugën 300-350. Unë e shkajsha po najsha, kur vike funi më ronë për me me për rrugën, pagën, për me ma pagu qatë pagën. Nuk t'i jepshin. Nuk më jepshin kejtë palet. Të 5 puna, 6 shtu të më kanë do. Edhe për qatë arsye, o do vllajem dikon për mi amojt vlla shkem. O do dikon për me doll. Edhe që kum doll në shesh, për mu s'u kon kallaj, për me doll. A më zorit që krejt për të shtika me doll. Kur të këshyrë që s'ki kum mi amojt, dikon do të vllaja. E për qitë arsye, knaj. Jem prej sodit, është se unë më të marrë në kompani tonat e më në mja bo një vend punës. Po besoj që ka më koni knasun me punën në cilën këna mja jepna. Ka me pas Faleminderit shumë. menaxher kryesor vllahun tem, Albianin, edhe ato po besoj që është një vend jashtëzakonisht shumë i frekuentuar prej diasporës, e i frekuentuar prej njerëzve të cilët fatmirësisht i kanë kushtet e mira.
Kështu që Ersoni për thëmë mënyrë publike ka disa kushte më të mira, disa privilegje më të mira sa këtë punëtor tjerë. Kështu që kjo mund të marrë për nesër me fillu punën të natë. Faleminderit shumë. Zoti të shpërblet. Faleminderit shumë të këtë. Zoti të shpërblet. Zemrën e madhe. Dhe edhe na kena nevojë për njerëz si Ersoni, edhe Ersoni nështë pak ka nevojë, më shumë kemi nevojë na për të se kjo për neve, po. Edhe unë kam nevojë për juve. Na në mundësi tona këna më mënu, ja jep ato më të mira. Besëm se u knaqe me ju, sidomos me ty se s'kum pa akord që shtu ka qetë të folë. Dhe e më njëm që shtu me staf temin me njerës të mi. Mos staf hoqë, marë punë dhe sa. Përshëndesëm bërë mjekishin se ka një herë vjen. Ka një herë vjen hoqë, si të muzë dhe hoqë, shkojmë pak të nëzyre. Ersan, cila është dëshire jote që kështë dash me ta plusu zoti? Me të kalzun drejt, le. Dëshira jeme është, edhe pi Allah që kisha dash, mas pare kisha dash shneten, nënës tem, shneten familjarët të mi, edhe nëse ma kish plëcu dëshiren, vesh një shpi vëlla më një mu, sen tjetër. Vesh me pa nënën tem, lazin e mi, motrat e mija, me di që janë sigurt, se ke po vetë unë jetaj me qëro vëlla, 200 euro, 250 euro pagu qëron, vesh që kja i shko nënë trem, vesh një shpi me pat, për familjen tem. Me pa nënën tem, lazin e mi, motrat e mija të vogël, mi pa që janë sigurt. E që nuk vjen kërkosh me na thonë që u dini piktujt, ose të ka arkua për me pagu qiron, ose je i detyruar me dal piktujt, anë i kne, isha pos dëshirë vesh një shpi vëlla. Sen tjetër. Që kja i shkon dëshira e me madhe. Plëtson dëshirën. Amin inshallah krejve, jo veshmu. Çfarë ndjeni është me flet me barkunt? Qëra apet për mu, unë i kam 22 vjetë, le. Unë edhe me flejt me bark unë, unë apet mu e duraj. Me një gotë uj, e fry barkin tem. Po kur pisha lazin e mi, motrat e mija të vogël, smi të vogël kur pishat, nuk muna me duru. E pres më bo sa ma shpejt sabaj për me qelë drita, edhe ju lo zotit, edhe kur qelë sabaj me pot shnetën unë, për me dol, me bo një zgjidhje, për mi apru një cobuk. E inshallah zotin i man krejve mas rom t'i mu dhe familjes të mëra. Besami që s'po kom fjallë, që me thonë. E thashtë njerë, po nina shumë i vogël, para të e lusë zotin që kretë dëshirët e tu dhe ondë të tu dhe Amen inshallah, krejve, jo veç mu, krejve. plëtsohë. Për kejt kam qef mirë, jo veç për vetë vetën tem. Se ka dhe ma ketë se unë, vla. Ka dhe ma ketë se unë. Për që ata i lutë në Allahit minimum një herë krejve, mas më romë ti mu. Edhe pa të shumë që kam ndimë. Inshallah. Dhe Sara, vëna të në dhe një lahi. Po vla, pa problem. Faleminderit shumë. Ka me knu një ilahi të zemshme, aja ilahi lidhet me jetën tem. Me gjithë qef, me plët zemë kësha pasirë. Faleminderit shumë për juve. Prej se erdhën këtë dunja, baba ishte fukara, pa hunger, pa pi, me shkaj mu kjo femiri. Pa hunger, pa pi, me shkoj mu kjo femiri. O Zot, unë jam i varfër e ti, edhe do të bëj sabër, s'ka dert, se nuk jam i pasur veç ti, me mu t'jesh i knaqur. O Zot, unë jam i varfër e ti, edhe do të bëj sabër, s'ka dert, se nuk jam i pasur veç ti, me mu t'jesh i knaqur. Për bajram kam shumë marak, si thmi tjerë në për sokak,
veç prej derës I shikoj qaj me lote dhe lakmoj veç prej derës I shikoj qaj me lote dhe lakmoj O Zot, unë jam I varfër e ti edhe do të bëj sabër s'ka dert se nuk jam I pasur veç ti me mu t'jesh I knaqur O Zot, unë jam I varfër e ti edhe do të bëj sabër s'ka dert se nuk jam I pasur veç ti me mu t'jesh I knaqur veç ti me mu t'jesh I knaqur Faleminderit shumë për juve. Trupin më të qetë. Faleminderit shumë për juve që ma keni dhënë mundësinë dhe që më keni pranu për marrë këto. Zoti është për bleft inshallah, marrallah. Ne s'kemi bosan. Po faleminderit për te që ke pranu ti me nda storin tonë me ne dhe ti që i pranu marrë. Faleminderit Ti e talent për I juve. madh. Faleminderit për juve se jo më keni thirr. Keni pa, më keni thirr e s'kam I avaru kur. Edhe ma arrit në sen, kur s'kam I avaru. Ti të na Që ki mirë që dirën ma qelë. keni bo kur. Ti të na ki dirën qelë. Faleminderit E keni shumë. fort mirë. Zoti Nis po është thena për pak të ti se në emocionoj pak Gërsan. Definitivisht, na ka emocionu shumë edhe. Ris po dal për temës pak. E gjitha ato komente negative, gjitha ato shame, që shkima na gjulla. Di se ki karakterin e fort, po kam qef për temën I. Dajem definitivisht kur ti shumë rralli lexoj komentet edhe në herë normal që I lexojnë edhe të familjes teme, I lexojnë njerëz të mishë që një jam rreth jam. Ma shumë preken rreth jam se sa ona, po kupton qysh, ma shumë preken shokët e mi për shembull sen. Habitna, ka njëherë, definitivisht habitna. Unë e dajem njëtën teme, mëna më të betu që shumë pak kom bo komente njetë. Nuk kom kohë vëlla me hi me komentu dikën, nuk kom kohë më marrë me që të sen. E kom pove, që e shumë engazhon. Edhe kur isha dajem njerëzit hinë full për mu, që ka që shkrum për mu edhe. Edhe më ka ndodhë kom hypë në taksi o vëlla. Hypa në taksi edhe kur po hypi në Dardani kom qenë të edin salonin. Po. Edhe ma bën taksisti tha, qysh po ka lënë qa po bana je mirë, tash mirë, faleminderit shumë. Ta qa bën ti qa po nën, tash kishe po ngucë. Tash punojnë e së Teriza, thash. Thani qëfar djalli është, thash, një far bajati me, thash, zdorohet heq. Po shat vete ti. Po, pasha zotin këshe po mnjevla që, edhe në qysh, tash, është kam një, është kam veç po mzebot. Gradualisht të full, e poshit, për I me nuk kam një, së ka din sen. Tha, ky Riza, tha, ka morë zanat, tha, të baba jem, tha, ky burri, një kjerë, a unë e ka morë zanat të baba jem Mitrovic, të më thonë, e poshit, imagjinata e shqiptarve, është për teja soj që e parashikante. Edhe I thash, edhe qysh ka morë zanata, ka morë zanata, qyshtë edhe kur thas që e ka ditë thas që thiras. Tash, pajte ka 5 mëra thash, mëra mësë me thirë thash njerën as mësë mja, ditë as mësë mja. Këtë informacion pa të vërteta. Kështë që dajem, Sami Frashi ka thonë deri sa, Mesa nuk shën mja ble gazetën gjyshes, populli jo nuk ka me hetë shumë për para, kështë që do të ma shumë kjo popull marë si muë, me ledzu pak ma shumë, e tani për mi marë komentet e tyne ma nga të zemrës. Rris, që i kështë thonë rinis që menojnë se suksesi veç me pas para dhe fa? Parët e tua njët janë veç ato që I hargjan. Edhe njerëzit pse kiti pare me obligim nuk ta kanë më të respektu. Njerëzit respektojnë
atë sa marrin për teje. Qaq respekt sa jep, qaq merr. Shumë vërtet. Njerëz të mëdhej janë të vogël, njerëz të vogël janë të mëdhej. Kështu që më munu sa ma shumë në jetë, me hec me modestia dhe me hec Vërtet. me kom dorë se definitivisht shumë shpejt mundet më talë puna mos me pas pull para dera vëlla që. Njerëzit mojnë men kur je koni madh. Badeava ti kur besh munosh mu boj thjesht. Ja. Njerëzit mojnë men kur je kon ti në gold time tonën. Kështu që këta ata që janë gold time të vetit dhe këta ata që ju ka qu Zoti të mira në jetë, me ditë që definitivisht nuk i kanë për mencionis vetë. Po i kanë rëgjës për Zotit dhe më munu me i më munu më konë do beshën për rejthen e për shoqnin e vetë. Kur gjë tjetër. Shumë bukur. Ersan na me ty u knaqëm. Dhe na balla se na shto po çuam. Allah kat me kat, tamam Kisha shumë, pas Allah. qef që me na kënu prapë edhe një lej. Pa problem. Riza, Po. i dakord. Dhe jemi inshallah na bën halal se Allah kat me kat valla. definitivisht si jam kanë gjina vëlla që të janë go këtë zase si bilbil. Po më doket sikur me pas sintin fit këtë djalë. Bash. Po t'ja vrejtë shunës, po këna hiç me long të japsi. Faleminderit shumë. Edhe po nina shumë emocionuar për çdo së Dhe njerëz si ti kur të vlerësojnë një këngëtar është privilegj. Edhe atë ditë kur erdhën në sallon the Riz është një talent, është një kështu, është një ashtu. Definitivisht tash kush mundet më kon kjo vëlla që daimi ful kaq shumë për ta, po kupton. Faleminderit shumë. Edhe me të vërtetë ja ke qellu daim se është kogja e madhe është edhe mi zbulu talentat. Domethënë do të më pas madhështi profesionale me ditë kush është i mirë kush. Ersan unë e di që ti s'ki telefon. Jo. Po si kontakton me familjarët, me shok, me shoqnin tonë? Me familjarë e din, javë kalzaj një orar, shemëll kur dal, tani ju thamë me së bani marak, apet qitë orar, vite shpia, edhe ata më pritin me padorim, sidomos nona shumë. Kur shkajt e shpia, kur më shenë nona, në zemra maljo bëhat. Se tutet më thumë mrena i kosh, më thumë bana i kosh, na i sen, se s'kam qysh mi kontaktu kur qysh. Pse s'ki qysh me kontaktu? Se si kun po të kushtet lajmë për me marrë një telefon. Ma për para ku marrë për familjen tem, se kun këshyrë vetën, me marrë diçka për veti, su më ka interesu vesh ata mi pa mirë, që aja kon për mu në gjithë shka. Kon prioritet? Qëta ki tre prej shpisë muzikore Vizioni Libunia. Shpia më. Faleminderit shumë. Zoti ish për blezë. Zafsh. Faleminderit shumë. Edhe nëse kur je lirë shkojmë të një kompani kështu telefonëve, ta bledhe një kartë për një vjetë ta bëj edhe internetin me pas. Faleminderit shumë. Zoti ish për blezë. Allah që përblevë dhe për kujdesin që e ki ndaj njerëzën përgjësi e mira veç me të mira të kthej vlla. Amin. S'kam bos zemrën, është dhuratë prej stafit Vizionit Libonisë, se ta gjithmonë e ka një zemrë të madhe dhe ja hap derën në gjithëve. Faleminderit shumë, me përshëndes me gjithë zemër. Respekt veçantë për produksionin. Riz, para se me përfundu, kisha pas qef një mesazh ti me dhonë për Ramazan. Ju kisha uru gjithë besimtarëve musliman muajin e shenjtë Ramazanit. Mesazhi jam është me kalu kohën sa më shumë me familje, me kalu sa më shumë kohën me ata të cilët nuk e sheh për shkak të punëve, të angazhimeve, e disa tjerë nashta nuk ja dinë edhe vlerën sa i kanë. Me ditë krejt ata që i kanë prind se shumë njerëz kanë lindë nashta pa ta e shumë njerëz kishin jep keq ato gjana materiale për mi kthy njët mi pas që ta me kalu kohën me ta. Pasunia me madhe njët është razillahu që thojnë të na me pas razillah familje, kur shtrohet buka me prit kejt bashk, mi bo lutjet bashk, edhe ju dëshiroj një agjerim sa më të letë, edhe doat pranume inshallah. Amin, inshallah. Riz, faleminderit shumë që ishim me mua, ishte knasimet pas. Ersan, faleminderit edhe prej teje, Zoti ju dhe dyve, agjerim sa më të letë. Amin, Dhe inshallah. rujt Zotit të jep të kejt mirat dhe pas bereqet njët. Amin, inshallah. Unë dhe vlerësoj shumë si artist, vlerësoj shumë si njeri, definitivisht. Gjithashtu. Dhe imi është një djali do beshëm njerëzavën shumë për shoqnin tonë, për rrjetin tonë dhe krejt ata cilët e njohin e dinë që mbështetje kanë, pavarësisht interesit dhe pa interesit që mënen me pas me ta. Unë të falenderoj shumë.
që je pjesë e kompanisë tonë dhe pa thënë publikisht një prej meritorëve performancën tonë të sallonit, e të klinikës, e të restoranit jeti. Faleminderit për gjithë shka vëlla. Faleminderit shumë. E kam një lutje për gjithë ju që më njihni. Kisha pas qef Qersonit të t'ja sigurojmë ushqimin për një muj. Kudo që më shkruan në Instagram, Facebook e numër privat, ju kisha lutë ta bëjmë këtë bamërsi për Ersanin. Para se ta përmbylli podcastin tim, kisha pas qef Qersani me zonin tim magjik t'ju thot juve natën mirë, përmes një lehije. Natën mirë dhe kalofshi sa më mirë. مدينة فيزيتاي محمدي كويتاي مدينة فيزيتاي محمدي كويتاي تعشى بالدين يتكون دراي صلواتات صلواتات تدرجوي تعشى بالدين يتكون دراي صلواتات صلواتات تدرجوي إذا سيئة سون شكوفا portët jerët I përcolla O haji bani selam Se për qaben Se për qaben Zemra can O haji bani selam Se për qaben Se për qaben Kam shumë Lejojmë kurban për bajram Në rathat me baduam Safra mërben ta vrapoj Mujin zemzem Ujin zemzem taşıyor Safra merven tafra boy Ujin zemzem Ujin zemzem taşıyor Faleminderit shumë për juve, e bofshi natën e mirë, e më së lavni.